بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Në emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimet I takojnë vetëm Allahut, atë falënderojmë dhe për Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë Allahut Azza wa Jall na ruaj nga keqja e vetëve tona dhe punëve tona. Ka udhëzon Allahu Azza wa Jall, nuk ka kush që humb atë dhe kush zgjedh për veten e tij humbjen, nuk ka kush ta udhëzojë atë përveç se Allahu Azza wa Jall. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut Azza wa Jall. Nëse Muhammed është rob dhe I dërguari I Tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe me ndihmën e Allahut Azza wa Jall, sonde do të marrim temën e cila është me hadithin me numër 109. Ajo është tema ibrad fi dhuhri min shiddatil har. Thot ta shtyjem kohën kur koha është nxehtë, ta shtyjem kohën e namazit derisa të ftohet ajri. Dhe për këtë Imami Abdul Ghani al-Maqdisi ka përcjellur hadithin me numër 109. Transmetohet nga an Abdillah ibn Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري ومسلم. Transmetohet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Allahu qoftë I kënaqur prej tij, dhe nga Abi Hurairata, Allahu qoftë I kënaqur prej tij, se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur I nxehti bëhet I padurueshëm, pra I fort, atëherë prisni dhe vonojeni namazin sa të ftohet temperatura e kohës. Fa inna shiddatil harri, sepse kjo lloj nxehtësie është prej shfryrjes së xhehenemit. Hadithin e transmeton Imam Bukhari dhe Imam Muslim. Kuptimi I fjalës e bridu anis sala, thot Sheikh Abdullah al-Bassam, Allahu mëshiroft, është pra ftohja në këtë kuptim ose vjen dhe kuptohet është kur koha e namazit ka hyrë dhe nxehtësia e ajrit është shumë I lartë. Atëherë thot shtyjeni kohën e namazit derisa ajri të ftohet. Dhe siç do vite një hadithin vijues, hadithi pra që është më pas, hadithin që do vi me numër 110, hadithi do na tregojë se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam fali namazin dhe ishte nxehtë, dhe nga që njerëzit nuk mund ta ndoroshin këtë nxehtësi, vendoshin rrobat e atyre tek balli për t'u falur. Po ta shikosh në aparencë, duket sikur këto dy hadithe kanë përplasje, por imamlarët e fesë tonë janë përgjigjur dhe kanë thënë sepse hadithi vijues shpjegon hadithin që sapo e lexuam, I cili na thotë se nëse ajri është shumë I nxehtë, atëherë shtyjeni namazin kur ai ajër pra të bëhet më I freskët. Por nuk do të thotë që të presim neve kaq shumë, pra koha e pritjes nuk do të jetë kaq shumë sa po ajri të freskohet, atëherë ne duhet falemi. Po nëse ajri freskohet, por ambienti ku ne do vendosim këmbët, duart dhe ballin kur shkojmë në sejdë është I nxehtë, atëherë vendosim rrobën. Që do thotë, hadithi I dytë që e lexuam tregon dhe qartëson dhe shpjegon se me dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam ka ndodhur kjo situatë, pra ku ata u falën mbasi ajri
ishte më i ftohtë se sa ishte në fillimin e kohës, por temperatura që ishte në terrenin ku do falet vazhdonte të ishte i nxehtë dhe për këtë arsye përdorën pra copë, rrobe që kishin me vete për të bërë sejdën dhe për të falur në të. Shpresoj që të jetë qartë. Kuptimi i përgjithshëm i këtij hadithi thot Sheikh Abdullah al-Bassam, Allahu mëshiroft, se që namazi të arrihet dhe të jetë i pranueshëm tek Allahu Azza wa Jall është i domosdoshëm pra frikë respekti dhe përqendrueshmëria në namaz. Këto dy lloj kushtesh janë të domosdoshme brenda në namaz dhe pa të namazi nuk pranohet. Dhe me ikjen e këtyre dy kushteve, gjë e cila e shkakton nxehtësia e madhe, ose djegja e rërës, ose djegja që të shkaktohet nga pllaka. Atëherë kur njeriu ka këtë lloj sikleti, normalisht nuk është i përqendruar në namazin e tij. Prandaj edhe feja jonë, e cila është bazuar mbi mëshirën dhe mbi lehtësimin, e ka lehtësuar legjislacioni që koha kur është në këtë lloj situate të vonohet pak më shumë, pra koha e faljes, pak më shumë sa të që qetësohet dhe sa të bëhet më e freskët dhe e përshtatshme për të falur. Dhe thot se përqendrimi i zemrës në namaz është kusht dhe përqendrimi nuk arrihet kur njeriu është në siklet dhe është në hall, sikurse pra përmendet në këtu kur është pra temperaturë e lartë. Dhe kështu pra për këtë është e mirë për namaz falsin që të hyjë në të dhe të largoj pra duke u marrë çdo gjë. Pra kur personi don që të falet, duhet përpara se të futet në namazin e tij të largoj çdo gjë që e prekupon atë, qoftë nga ana mendore dhe e zemrës, qoftë nga ana pra trupore që e lidh atë me namazin. Pra duhet që këto janë masa të cilat merren pa hyrë në namaz. Sepse nëse njeriu futet në namaz dhe fillon të mendojë dhe fillon të prekupohet me atë që e la pa e bërë, pa e vepruar, pa e çuar në vend, atëherë zemra e tij prekupohet me atë gjë dhe është e larguar nga përqendrimi në namaz. Dhe kështu pra shkakton atë çka tham më lart pra që është kusht përqendrimi në namaz, ku në këtë rast namazfalsi pra nuk është i përqendruar dhe ai pra është larg namazit ose jashtë saj komplet. Prandaj, sikurse na mëson hadithi që të marrim këto lloj kushtesh. Në këtë rast është përmendur ky lloj fenomeni që është nxehtësia e ajrit dhe nxehtësia e diellit, dhe në këtë rast ne përfitojmë nga ky hadith që çdo gjë që na bën që të shpërqendrohemi nga namazi jon, duhet që ta rregullojmë atë pa hyrë në namaz. Çfarë do qoftë ajo, qoftë punë, qoftë vlerësim, qoftë angazhim, qoftë gjithçka. Pra nëse njeriu don që të futet në namaz, atëherë duhet që të rregullojë situatën e cila ishte përpara se të hyjë në namaz, dhe kur ai të hyjë në namaz të jetë i përqendruar dhe të jetë me frikë respekt ndaj Allahut Azza wa Jall, dhe kështu zemra e tij është brenda në namaz dhe është e përqendruar në të, dhe ai e kryen namazin ashtu sikurse e don Allahu Azza wa Jall dhe ashtu sikurse ai pra merr shpërblimin nga Allahu Azza wa Jall. Dobit që përfitohen nga ky hadith na përcjell Sheikh Abdullah al-Bassam thot se në këtë hadith pra përfitohet ajo çka e tham më lart që është e pëlqyeshme vonimi i namazit në një kohë kur ajri bëhet më i freskët dhe më i përshtatshëm për të falur. Dhe nëse ndodh pra që me qetësimin e ajrit dhe me freskimin e tij dhe ambienti është akoma i nxehtë, pra siç në këtë rast pllakat apo vendi ku do falemi, atëherë marrim një copë dhe shtrojmë, ose një tapet dhe shtrojmë, ose një sexhadë dhe shtrojmë, ose një rrobë dhe shtrojmë poshtë dhe falim namazin. E dyta, urtësia në këtë veprim është qetësia që duhet të ketë namaz falsi. Që zemra e tij të jetë aty, pra në namaz,
për namazin, për hir të Allahut Azza wa Jall dhe të largohet nga çdo shqetësim që e shqetëson dhe e largon atë nga përqendrimi në namaz. E treta, gjykimi i diçkaje përcaktohet sipas asaj që na ofrohet dhe gjykohet sipas asaj që e don shariati. Pra kjo është për shkak të nxehtësisë dhe jo për shkak të ftohtit. Pra e shtym namazin sepse shkaku i saj është nxehtësia. Dhe nuk e shtym namazin për shkak të ftohtit, sepse nxehtësia na bën që çfarë të jemi të papërqendruar në namaz. Kurse nëse është situata e ftohtit, atëherë marrim robe dhe e falim atë, sepse ftohti si në fillimin e kohës, dhe në mesin e kohës, dhe në barimin e kohës është po ftoht. Prandaj marrim dhe kushtet për të falur dhe mos të ndjejmë ftoht. E katërta dobi është se ky gjykim lidhet me atë që personi shkon në xhami. Pra po flasim për ajrin e nxehtë, diell i nxehtë, për ato vende ku nxehtësia shkon, pra në ato grad ku njeriu nuk mundet që të ecë, të shkojë për në xhami dhe nuk mundet që të falet pra në shkretëtir ose në pllaka. Pra ky njeri i cili shkon për në xhami, atëherë ky hyn tek ky lehtësim, ky xhamat i cili shkon në këtë kohë ku ajri është kaq i nxehtë, atëherë marrin këtë lehtësim e vënojnë atë derisa ajri bëhet më i freskët. E pesta, ajo që kërkohet për namazfalësin është që të largohet nga çdo gjë që e shqetëson dhe e largon atë nga përqendrimi në namaz, sikurse e thamë më lart, dhe kjo është një pikë kulminante, është një pikë e domosdoshme ku njeriu pra duhet që të jetë i përqendruar në namazin e tij dhe të jetë me gjithë zemrën dhe trupin e tij, të jetë me frikë respektin ndaj Allahut Azza wa Jall, që ai të marrë shpërblimin nga Allahu Azza wa Jall. Kaq për këtë hadith, dhe hadithi tha sikurse tham dhe më përpara me numër 110, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi shiddati al-har فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه رواه البخاري ومسلم. Pra transmetohet nga Anas ibn Malik, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se thot ishim me dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke u falur dhe ishte shumë nxehtë. فإذا لم, dhe kur ai person, pra ai që s'mundet që ta vendoste ballin e tij në sejdë, shtronte rrobën e tij dhe bënte sejdën mbi atë rrobë. Sikurse tham dhe më lart se ky hadith nuk ka përplasje me atë hadith që e dëgjuam më përpara, sepse ulemat pra alhamdulillah e kanë shpjeguar dhe e kanë sjell kuptimin, sepse do të thotë kur njeriu dhe ky hadith tregon që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët e vënuan namazin derisa ajri u bë më i freskët sa ishte në fillimin e kohës, por se nxehtësia ishte aq e madhe sa që rëra ose pllakat ose toka ku do u falshin ishte akoma vazhdonte të ishte e nxehtë, dhe kështu pra sahabët radhiyallahu anhum vendosnin rrobën në momentin që bëshin sejdën. Pra tregon që sahabët ishin për atyre që kur e dëgjoshin argumentin e veprojshin atë, dhe argumenti i parë ishte pra që ishte vonesa e namazit nga hyrja e kohës, dhe ashtu vepruan bashkë me dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe ishte nga forma e dërgumit Allahut sallallahu alaihi wasallam që u falte me shokët e tij pra namazin e drekës në kohë të nxehta ku nxehtësia e tokës pra vazhdonte të ishte e lartë, dhe kjo pra ishte që shkaktonte tek namazfalësit pra vështirësi, dhe kështu ata pra morën rrobët atyre që i kishin të veshur dhe i vendosën në tokë për të bërë sejdën. Pra kjo është argument për ne që nëse njeriu ndodhet në një vend ku nxehtësia shkon në këtë lloj lartësie të nxehtësisë, pra duhet që të marri dhe mos të veproj me demek se është i devotshëm dhe e vendos kokën në këtë lloj nxehtësie.
Po kjo tregon që ai është ignorant dhe nuk merr lehtësimin e fesë tonë, por se ajo që na mësojnë hadithet është që njeriu merr pra një sejdë, merr një sejdë, merr një tapet, merr një rrobë dhe e vendos poshtë dhe falet në të. Po ashtu ky është argument tonë ulemat se njeriu kur falet me një vend ku nuk ka pra është me kuralec ose është me pra të pengon kur ti ulesh, gjithashtu merr një rrobë dhe shtron poshtë. Po ashtu pra është edhe kur ndodh që është ftohtë. Është ftohtë, pra toka është e ftohtë, atëherë vendosim një gjë të trash poshtë dhe falemi mbi të. Pra në të treja rastet ne e përdorim pra rrobën sepse e kanë vepruar sahabët radhiyallahu anhum dhe ata janë argument për ne dhe ne jemi të urdhëruar që të marrim lehtësimin dhe të largohemi nga ajo që është vështirësi dhe alhamdulillahi rabbil alamin. Kaq për këtë temë. Tema vijuese me numër 111. Ajo është qada'u salatul fa'ita wa ta'jiliha. Pra, nëse njeriu t'i ndodh që t'i hik namazin nga koha, atëherë çfarë duhet të veprojë? Me ne pra Sheikh Abdul Ghani al-Maqdisi Allahu mëshiroft ka përcjellur këtë hadith i cili transmetohet nga Anas ibn Malikin dhe së pari ta lexojmë në arabisht për ata që duan dhe kuptojnë gjuhën arabe. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man nasiya salatan falyusalliha idha dhakaraha la kaffarata laha illa dhalik wa tala qawluhu ta'ala wa aqimis salata lidhikra suratu Taha al-aya 14 ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها رواه البخاري ومسلم. Pra, ky hadith transmetohet nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu se ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, kush e haron namazin duhet ta falë atë në momentin që e kujton. Nuk ka zëvendësim dhe nuk ka kompensim vetëm se me këtë veprim, pra me kryerjen e saj në çastin që ti pra e kujton namazin që ke harruar pa e falur. Dhe lexoj fjalën e Allahut azza wa jalla në surën Taha ajeti 14 wa aqimis salata lidhikra dhe fale namazin sapo të kujtohesh. Dhe në një përcjellje të Imam Muslimit thuhet men nasiya salatan kush e harron namazin apo flen gjumë dhe i kalon namazin, atëherë kompensimi i saj është ta falë atë në momentin e parë që ai zgjohet nga gjumi ose kujtohet nga ajo vepër që e ka harruar. E transmeton Imam Buhari si sa më lart dhe Imam Muslim transmetimin e dytë. Kuptimi i përgjithshëm për këtë hadith që na ka përcjellur Sheikh Abdullah al-Bassam është se namazi ka një kohë të përcaktuar, e cila koha e fillimit, koha e hyrjes dhe koha e mbarimit. Dhe për këtë ka ardhur një hadith pra i cili thuhet kush kur e kanë pyetur dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam kush është vepra më e mirë tek Allahu azza wa jall, ka thënë namazi në kohën e tij. Pra namazi në kohën e tij do thuhet namazi në fillimin e kohës. Dhe këtu pra del qartë zi që puna më e mirë është pra ai namaz i cili falet në fillimin e kohës. La yajuz taqdimu salati qablahu. Del qartë zi që nëse ne falim namazin përpara se të hyjë koha është e ndaluar dhe e papranuar. Gjithashtu ta lejojmë që ta vënojmë namazin me dëshirë dhe na ka dal koha, pra nuk e falim namazin në kohën e saj, po koha i ikën, si me thënë, e lejon veten me dëshirë pa e fal namazin e ikindis derisa hyn koha e akşamit, atëherë ky person pra është në këtë rrezik me dëshirë, është në një rrezik madh ku siç thonë imamllarët Ibn al-Qayyim, Sheikhul Islam Ibn Taymiyah dhe imamllarët e tjerë që njeriu apo Sheikh Ibn Baz apo Sheikh Al-Albani që njeriu nuk duhet ta falë atë namaz kur ai e lën me dëshirë
dhe ikën koha e saj, sepse nuk ka vlerë tek Allahu Azza wa Jall. E kjo është pra fjala më e saktë në këtë gjykim. Prandaj të keni kujdes, vëllezërit e mi dhe motrat e mia, që nëse njeriu pra nuk e ka ditur më përpara dhe i ka ndodhur që ta lejë namazin, pra i ka kaluar koha dhe ai e ka lënë atë me dëshirë se thotë ha se e fal më vonë, ta di pra se nuk duhet ta përsëris me këtë vepër, sepse është një vepër kaq e rrezikshme ku nuk ka vlerë më ai namaz tek Allahu Azza wa Jall, dhe Allahu Azza wa Jall pra nuk ta pranon, sepse hadithet janë qartë që ka një hadith men tarakaha faqad kafar, kush e lën namazin me dëshirë ai ka bërë kufër. Prandaj le të themi për ata të cilët u ka kaluar ky vepër përpara që Allahu i fal sepse nuk e kanë ditur, por kur njeriu e mëson gjykimin e saj, ai nuk e përsërit më atë. Atëherë tema me ne pra është kur ai personi i cili pra e harron namazin, ose flen dhe gjumi nuk zgjohet nga gjumi vetëm kur ai pra e shikon që koha e namazit ka kaluar. Çfarë duhet bëj ky person? Atëherë, siç e tham, plotësimi i saj në momentin më të parë, pra sapo ai të zgjohet nga gjumi, nuk duhet të veprojë asnjë lloj veprimi përveç se të kryejë namazin, të cilin pra e ka lënë pa e falur. Dhe gjithashtu, personi i cili pra kujtohet që nuk e ka falë namazin, duhet urgjent pra që të veprojë namazin dhe pastaj të kryej veprimet që ai don të veprojë. Sepse për këtë pra kanë folur ulemat e feston dhe kanë thënë që unanimisht dietarët pra janë të grumbulluar të gjithë një mendim se shlyrja e kësaj veprimi, shlyrja e këtij veprimi është vetëm se me kryerjen e namazit në kohën që ti kujtohesh apo në kohën që ti zgjohesh, dhe nuk lejohet që ti ta vonosh atë kot pa arsye mbasi ti kujtohesh dhe mbasi ti zgjohesh nga gjumi, Prandaj shpresoj që të jemi qartë në këtë temë. Pra e tham që hadithi na thot, kush harron namazin, le ta bëj atë sapo ta kujtoj. Dhe kush zgjohet, kush flen nga namazi, le ta fal atë sapo të zgjohet për saj. Sepse nuk ka plotësim për namazin vetëm me këtë veprim. Pra veprimi urgjent, veprimi i parë është që të falim namazin që e kemi harruar ose që kemi flejt gjumë ndaj asaj kohe. Dhe tham që meseleja e dytë e cila është po kaq e rëndësishme, e cila është pra siç tham, ai personi i cili e ka lënë namazin me qëllim dhe duke e ditur gjykimin e namazit i cili është kusht, është shtyllën e islamit, pra 5 kohët e namazit, dhe ky e lën që t'i kalojë nga koha, atëherë ta di se thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, Ibn Qayyim al-Jauziyja, gjithashtu Imam Larat, Ash-Shafi'i, Ahmed, Imam Malik, Abu Hanifa, Al-Dhahiriyya e të tjerë, siç e tham Sheikh Ibn Baz dhe të tjerë ulema, që të cilët pra nuk po i rëndis se nuk ka vlerë tek Allahu Azza wa Jall që ta fali, përderisa e din gjykimin e saj dhe e lën me dëshirë, dhe nuk duhet që ta ribëj dhe ta plotësoj atë namaz, por se ti kërkoj falje Allahut Azza wa Jall dhe mos ta përsërisë, sepse ky veprim është shumë i rrezikshëm dhe të nxjerr nga Islami. Prandaj nuk duhet që të t'i afrohet ti mendimi e jo më ta veproj. Dobia që përfitohet nga ky hadith, thot Sheikh Abdullah al-Bassam, është se wujub qada'u salat ala an-nasi wan-na'im inda dhikriha. Çfarë gjykimi ka plotësimi i namazit për atë i cili harron dhe për atë i cili flen? Kur ai zgjohet dhe kur ai e kujton, e ka detyrë, nëse nuk e vepron, pra ky njeri pra ngarkohet me gjunahet tek Allahu Azza wa Jall. E dyta, wujubul mubadaratu la fi'liha wa li anna ta'khiraha ba'da tadhakkuriha tafridun fiha. E ka detyrë të domosdoshme që të nxitoj tek veprimi i namazit për të dy pjesët, pra që tham, ai i cili flen dhe ai i cili harron, dhe vonimi i saj pra është një rrezik i madh dhe është i papranueshëm në fen tonë. E treta, adamul ithmi ala man akharaha li'udhrin
min nahwi an-nisyan wan-nawm. Pra ai I cili e harron dhe ai I cili flen nga namazi nuk merr gjunaf tek Allahu azza wa jall. Por se në çastin që ai zgjohet dhe në çastin që ai kujtohet, e ka detyrë që ta veprojë atë dhe nëse nuk e vepron në çast, ai fillon dhe ngarkohet tek Allahu azza wa jall me gjunahe. Ndaj kini kujdes dhe veproni atë çka na mëson feja Allahut azza wa jall. Dhe shpërblimi I namazit nuk arrihet vetëm se me kryerjen e saj, dhe as nuk jepet ushqim apo agjerim apo veshmbathje për ta zëvendësuar atë, sikurse veprohet me betimin. Pra ta dim se betimi për diçka betohesh në Allahun që nëse unë shërohem do të po themi do falim kaq kohë apo kështu, dhe ndodh që të bëhet kjo dhe ti nuk e kryen atë lloj betimi, atëherë ti e dëm shpërblen atë ose e plotson atë, sikurse na ka mësuar feja Allahut azza wa jall, me agjerimin ose me ushqim ose me veshmbathje. Kurse për namazin kjo nuk është pra argument, kjo bëhet vetëm për betimin, sepse jo më kote kanë përmendur dietarët, sepse mundet që disa njerëz të bëjnë krahasime nga mendja e tyre dhe jo nga feja e Allahut azza wa jall. Allahu na ruaj nga ato njerëz të cilët shtojnë në fenë e Allahut azza wa jall. Na bëft Allahu për atyre njerëzve që I qëndrojnë asaj çka është fe. Dhe lutim Allahun azza wa jall që të na japë dobi nga ajo që dëgjuam dhe lexuam. Kaq për këtë temë. Shpresoj tek Allahu azza wa jall që të kem qenë I qartë dhe lutem Allahun azza wa jall që t'ja shpërblej me shpërblimin më të mirë në atë ditë ku nuk ka vlerë asgjë vetëse ajo vepër e mirë e cila pra e ka vepruar njeriu në këtë dynja. Amin. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu e shpërbleft me të mira.